Në Shqipëri janë regjistruar disa emra të pazakontë që kanë tërhequr vëmendjen për shkak të kuptimeve të tyre të çuditshme, humoristike apo dhe negative. Disa prej tyre janë aq të veçantë sa janë futur në listën e emrave të ndaluar nga gjendja civile. Për shembull, emra si ankim që lidhen me ankesa dhe procedurat ligjore, ose ballokume, që është një ëmbëlsirë tradicionale, nuk janë të zakonshme për të përdorur si emra njerëzish. Po ashtu, emri burgim vjen nga fjala burg dhe ka ngarkesë të fortë negative, ndërsa ekran duket sikur i përket një pajisje elektronike, jo një individi. Në disa raste, prindrit kanë përdorur emra që shprehin ndjenja personale, siç janë mjaftime, mjaftoni apo mjaft, që mund të nënkuptojnë ky është fëmiji i fundit, ose një ndjenjë lodhje. Edhe më të çuditshëm janë emrat me formë pyetësore apo ironike, si pse erdhe, që sugjerojnë pendimin apo zhgënjimin për ardhin e fëmijës në jetë. Të tjerë, si marrëzi, gazet, dert, helme apo zehre, lidhen me fatkeqësi, helmim apo vuajtje, duke i bërë shumë të papërshtatshëm për t'u dhënë një qenie të re që sapo nisin jetën. Shumë prej këtyre emrave janë ndaluar me ligj në Shqipëri, pasi konsiderohen si fyese pa denja për identitetin personal, apo me ngarkesë të rëndë psikologjike. Sipas ligjit për gjendjen civile, emrat nuk duhen të jetë ofenduese, denigruese ose të kenë kuptim negativ. Megjithatë, fakti që këto emra janë përdorur dikur tregon shumë për ndikimin e kulturës, emocioneve dhe rrethanave familjare në zgjidhjen e emrit të një fëmije.